Unë kom qenë i ri, po me gjithë okupimin në bazë vullnet me qëndru këtë. Rinja që dalin sot, nuk dalin me menimin më këti. Po, nuk jam batus, po jam bot i fas. Nërë 15 orë në ditë, se mon me më betën kom të më. 15 orë në ditë punën? Që një 23 letë, 15 orë në ditë. Bëj pire gjithë prindve, letë investojnë shkollim të fëmijëve të tyre. Ata ndrejshë që to? E them a herët që gjyshët tona kanë përgatit salep shumë? Gjyshat tonë e kanë pi. A e kanë pi? Po, kanë qitë për para qitë si gure e kanë mojtë edhe kanë pi salep. Ka benefite diçka të shëndetshme? Po, është bim salep, bimat, quhet salep. E për çka është e shëndetshme? Po ajo bim nuk e di për çka është, po për para e kanë pi, tash për nuk me tregu drejt si jam interesu, po e di që është një lloj bimës. Po, fal. Po merren si ka benefitet shëndetshme kjo pija dhe për ndryshe vetëm këto mundeni me gjetë, se une qarkullova pak në përshash dhe ma tërheki synin kjo salepe edhe panda. Edhe panda. E kujtu ka një idea me vendosë pandën për mi shtëpis? Pandën, vjetë e këmë vendosën, tash në shterit e vjeqit e të parvjeqit e din që të panda është salepe edhe vena ma e mirë, edhe çokolada ma e mirë. Vena ma e mirë, e qëfar vena ki? Jo që pëdu me bo reklam, po e din në shterit. Vena është granac. E plantajë, malit zi. Kush do me pi salep, vjen të panda. Salep të mirë? Po, salep të mirë. Unë për vetis pas nga provu kur salep. Edhe qëto gjanë jetë ka irën e parë, kështu që... Sa e qitët kanelë? Apo? Po. Faleminderit shumë. Edhe trega është e mira. Qëto është salepe, pak emrin qesharak. Ira kanel i kënaqka, për provoj në është aso shumë nëzej. Për zije, pak. Okej. O, qëfar ere është të jardë. Po, votën. Po, e shkatrova. Për ndryshe e mushi erë krejt shtëpizën. Shumë era mirë. Ka e të rosh? Po, këta mosha ma e vjetër kanë qef ma të hullë, ma të rritë kanë qef ma të rosh, si podik me vosë qokoladë. Okej. Më tonë, i pysim qëfare, si cilin bazë dëshires. I lukë përve? Shumë e mirë po ka. Shumë e mirë. Gjithë pas në më kërstale. Shumë është mirë. Mu ka po pak bajat çokolada në zetë, kështu që po menoj që kish me qenë zavendësimi çokoladës në zetë, edhe tu e marrë parasysh sigurt nuk trosh shumë si çokolada e nxehta. Jo, se kjo nuk ka sheqer. Po, s'ka sheqer heq. Po, është bim, nuk besoj që ka sheqer. Po, përderisa është bim, po. E që sa vite mirëni me gastronomi? Që 6 vite. Që 6 vite. Keni ndaj profesion tjetër? Po, punoj në aeroport. Apo? Një dallim mes aeroportit, punës që e bën aeroportet dhe në gastronomi? Gastronomia është punë shumë e lodhshme. Apo? Është e lodhshme edhe psikisht edhe fizikisht. Amon e menoj që shkon ma shpejt koha në gastronomi, sa du që është shumë e lodhshme. Ma shpejt, po është ma e lodhshme, se të lodhë edhe psikisht, se gjithë do është me ka një gashëm. Po. Prej që e hapë dërit të mbyllë, do është non-stop, me qeni gashëm e pas të do t'mi pas nervat, okej. Nervat, po. Ka shkote e fundit probleme edhe me punëtorë, se që shifët veç
vitin si vjetë më ndonë 150.000 vetë. Edhe po vretet e nga gastronomi mungesa punëtorëve. Gastronomi mas pari vret mungesa. Në biznesin e juve sa persona thojna që kanë uftu jashtë shtetit për me shku me punu dikon ma mirë? Me uftu jashtë shtetit, 2 nuk shkojnë, dhe më thonë, shkojnë 3 muaj atje, vinë këto, dhe më thonë se cilë është shqyqyur. Që shpo ta Armania, a shumë keq kjo për vendin tonë, për juve si ma i rritun? Po poli për veti, po poli për rinin tonë, është gjëna me shkurin mija jashtë. Po a ka hapësirë si pas juve këtu në Kosovë për me gjithë vende, vetën në rinja? Deri sa politika nuk mirët me ekonomi, po mirët me ura, dhe mija shkaj. Nëse bojna lajmë 6 mujor një urë mu ndërtu, kina për 10 ditë marra një urë 100 km. Të na një urë 5 metra bëhet lajmë 6 mujor. Nuk bëhet lajmë ekonomia. Do me thonë është problem, do të nësu shteti. Jo me bo politika ditore, po politika afatgjate. Se mas ne ka me qenë bëhë. Do me thonë ma shumë, jënë të dalë jashtë që të ashtë, se në kohën e okupimit. Ma shumë të ashtë, edhe këto po e thot një person që sigur të ka kalu edhe pjesën e luftës në Kosovë, që... Pjesën e të zhdallimi, pjesën e luftës këna pas vullnet. Do me thonë, në kom qenë i ri, po me gjithë okupimin, në kom pas vullnet me qëndru këtë. Dhe një që dalin sot, nuk dalin me menimin më këti. Po, e vërtet. Apo këpëtën se në kohën kur tem kanë dalë me menimin më këti. Për ndryshe dhe kemë rinin ma të mirë në vend, besa jemi punëtorë. E dojmë punën. Politika është të vinë të na me popull. Populli është të na i verber. Populli nuk jam bëtus, për jam bët i fas. Jam bët i fas. Për ndryshe mos ta prishmi këtë atmosferë festive, qysh po të shkon dita këtu në shesh? Tu më mos e marrë parasysh lodhjen, se kemi një mishterit rastit. Të kemë bërsh? Pesa. Falënderit. Kalofshi mirë? Falënderit. Tu mos e marrë parasysh shumë ngarkesën, lodhjen, qysh po të shkon dita? Ne, jom edhe në aeroport, 24 orë, më bjerë me punu, 4 muaj të në ditë, po më punaj që do me thonë, nërë 15 orë në ditë, se mojnë me më betën për më punu. 15 orë në ditë punën? Që një 23 vjetë, 15 orë në ditë. E na po ankomi, që po punojmë 4 orë. A ke provu ka najherë me pushu, mos me thonë se s'po shkojmë punë, me bo af? Ja, kërë kam pushem në kopë depresionit. Për një me? Del hecë, kërë e ki pushem sigurt. Jo, me hecë hecë. Hecë nuk hecë, a? Ti veç punën për da ishe, vla. Me hecë, kom që. Okej, një mesazh shumë i mirë, se për ndryshe emisioni jam e ka edhe për qëllim me nxirr shumë mesazhe. Ju bëj thirrje gjithë prindve, le të investojnë në shkollim të fëmijëve të tyre. Më thonë veç shkollim. Edhe shtetit, më thonë, jo shteti më jep 30 milion studenta, do më jau bë kushtet. Po. Jo më jep 100 euro, se nuk i vynë ati 100 euro, ati i vynë dhja. E vërtet.